mirëmëngjesi të gjithëve. Ju po ndiqni Wake Up dhe ne jemi gati t'ju njohim me parashikimin e motit për ditën e sotme. E marta vjen me kushte atmosferike të qëndrueshme, moti do të jetë i kthjellët. Mëngjesi ka nisur i freskët, ndërkohë në mesditë do të ndihet si një ditë e nxehtë vere me temperatura më të larta se ç'kemi mësuar zakonisht. Sot luhaten në këto vlera, temperatura më e ulët shënon 10 gradë Celsius dhe më e larta 33 gradë Celsius. Dalemi pak edhe tek vendet e rajonit për të njohur me temperaturat përkatëse. Prishtina zgjot me temperatura 13 deri në 31 gradë Celsius, Podgorica 19 deri në 31 gradë Celsius, Athina 22 deri në 32 gradë Celsius dhe Shkupi 15 deri në 31 gradë Celsius. Shkurtimisht u njohët me parashikimin e motit për datën 16 shtator. Nëse nis mbar, shkon mbar, e thon dita e bukur duket që në mëngjes. Ndonjëherë mund ndodhin një fjala vjen të derdhet kafja, ku diun se çfarë. Mos na kujtohet lutem. Harron Chelsea të kthesh edhe një herë tjetër, por nuk duhet ta lësh, është shumë e rëndësishme. Nuk duhet ta lësh që një gjë e vogël që mund ndodhi në mëngjes mund ta marrësh pastaj e ta hapësh si petët e byrekut, kështu ta shpërndash gjatë gjithë ditës. Ti pak gjiz? Natën po desh spinaq, futi edhe një cop, ku diun tash, qoftë atje, edhe e bën ditën kështu helaq, domethënë, ose mund ta marrësh atë gjën e vogël, ta bësh shuk edhe ta hedhësh në kosh e ta vazhdosh ditën ashtu siç do. Qartë. Siç do. Ndodhi mua sot, ne jemi në korsitë e biçikletave, ne që jemi biçikleta. Po, ju që vini me kërriç, po. Po, dhe shpesh më duhet të kaloj tek sheshi Nën Tereza. Kur kthehem, përpara korpusit të universitetit është korsia e biçikletave atje. Ka makina të parkuara. Totalisht gjithmonë e zën. Po, mund të jenë 16-17 makina nga fillimi deri në fund. Është një parkim falas, domethënë në mes të Tiranës. Po e bukur është që përveç se atyre që zën korsin ka edhe një palë tjetër që parkojnë dysh, kështu që ti duhet të ecësh praktikisht në mes rrugës, pastaj janë ata që vinë përballë, që janë duke kaluar, është shumë e vështirë. Kështu që duhet ta marrësh me një grimc, ku diun tani, kurse sot në mëngjes vija, edhe kisha njërin përballë që vinte po ashtu me biçikletë. Dhe rregulli është që ti qëndron gjithmonë në të djathtën e korsisë, se kështu janë krahet. Po mund të shikosh edhe shigjetat ndonjëherë kur janë pikturuar aty. Sa korsi e madhe pas ka qenë? E madhe është, po dy biçikleta gjithmonë kalojnë dy biçikleta. Jo në gjitha rrugët, jo në gjitha korsit. Jo, janë sa më të ngushta në rrugën e Dibrës, për shkak kam parë janë pak më të ngushta e kështu. Po nejse, ky tani ishte përballë, unë e vendosa domethënë isha në krahun tim edhe që ta shifte ai që unë jam krahun tim, ti duhet të jesh në krahun tënd. Mazalla, edhe ai rinte në të majtën e vet. Përballë me derisa frenuam kështu rrot më rrot. Sa momenti bukur, pse do të foto një herë në plak. Se s'm tha pasaj në përdhëm diçka kështu. I përgjigja me vari lesht edhe Wow, çfarë mëngjesi Blendi i frymzuar. Nuk do ta lëm këtë gjë. Unë mendoj që është e çuditshme të kesh korsi biçikletash në një vend që s'ka trotuare. S'ka trotuare ku tesin njerëzit. E di, po ne kemi aeroport, kështu që aeroporti është i nevojshëm, dhe ato mos të kesh aeroport ku s'ka trotuare. Jo, nuk ka lidhje. Ideja është kur shikon dhe nënat e reja që kanë karrocat e fëmijëve që s'din ku tecin, edhe pengohen dhe të delin në rrugë kryesore, edhe ti ecën paralel me makinën dhe me karrocën e bebit. E di. Duket pak ishte për të dukur cool dhe kjo puna e biçikletave, po nuk e kemi kushtet, nuk e ke infrastrukturën, kështu që taksirat kështu siç është, edhe në dorë ndonjëherë. Jo, në dorë e mora dje. Dje e mora në dorë. Edhe ecë me ditë. Po sepse dje ishte bërë, tani po japim raportin e trafikut nga sheshi Shopping, që është te Garda, ajo para Gardës atje, domai rrumbullaku i vogël, edhe është një monument i vogël i Chopinit. Që atje, deri tek rreth rrotullimit e Diga te Nobi, siç i thon atje, ishte një shkolon. Dhe nuk kalon dot me bicikletë, sepse është. Po jo gjithmonë kështu, se un kaloj çdo ditë atje. Është duket një zonë e ngarkuar goxha, të paktën në orare të caktuara është full, po dhe bllokohen. Gjerdani ishte bërë dje domethënë, dhe tani i binin buris këta që ishin te sheshi Shopping. Dhe ndërsa unë e mora në dorë, pastaj kalova ika dhe shikoja, thash mirë i bëjnë ata që i bien, po se dinin se deri ku shkon ajo, sa ai që është 1200 makina para nuk i dëgjon domethënë. Ja tregon GPS-i po. Shumë keq, shumë tërë. Kisha prapuj. Prabe? Po. Mirë, e nis me energji pozitive zonja e zotrim, pa ujë, por. Fal, po si ja bëni? Kemi ca bidona të mbushur. O po themi me rikthyer sa pllakës. Lini ujë për tu lar. Po. E më mirë. Okej. Tash qefi baguat, larja është. E di çfarë më kënaq mua. Dëgjoj njëri apo s'dëgjoj njëri? Po ty të varet ku flet. Ja. Shiko. Varet ku flas, po kam të folur së shkote podcasti flasim. Aty ku duhet, ja, po nuk e ndikim Wake Up se shumë herët janë gjumë. Po ujë me forward pastaj. Ujë me gaz edhe me limon. Shumë i mirë. Mirë. Pastrohesh kollaj. Po mami ta shti ujin apo vetëm me sapun? Vetëm mami është në gjumë kur zjavon. E kuptoj. Kështu që gjithsesi